Është një histori e jashtëzakonshme, Nastradini që e përmenim na, Po. shkon në një hotel me 18 yje. Disa yje i ka pas, po që i ka të gjitha shërbimet mrena, po shkon me lecka, jo i dokun, jo dukja e tina si i pasun shumë, edhe e presin te për keq. Shërbim mizerje. Kur del, dhurat, ose pakshesh që i thojnë ana, ja vlen 200 euro. Të nesërmen, shkon i veshun mirë, e presin mas mirë në botë, edhe kur del ja vlen bakshesh 1 euro. Tash ata thojnë çka ndodhi, që është dje, tha 200 javë ku më dhonë për sot, që jeni kujdes shumë mirë, tha këtë 1 euron, tha për shërbimin e parë që më keni dhënë. Do më thonë, a menon se njerëjo ose shitësi fillimisht duhet me qenë i qartë me çka po don për veti. A është njëri prej mësimeve në trajnimet tua qartësia. Një shitësi mirë fillimisht duhet me qenë një njeri i qartë me veten e vet. Me pas qëllime se me arrit. Në akademinë ku punoj unë, e kam bërë një test bazë mësimeve tua, edhe të mësimeve që ne i kemi marrë bashkë në për trajnimet ndryshme. Në 3 mujorin e fundit e kam bën rolin e shitësit. Thjesht, edhe ekipi ton me javë dëshmu që shitës nuk është keq, po edhe thjesht me esprovu veten. Kam rri i dashur Denis për 3 muj me dyfishu shitjen e akademisë sa kam rri për 3 vjetë. Sa mirë, bravo. Mësimi ma i rëndësishmi që na e marrim është refuzimi. Qa është refuzimi në shitje? A është personale? Nuk është personale, po këthena mas parë të e pyetja pak më herë që e përmende lidhe me këtë pjesën e qartësisë. Unë mas mirë, mas shumë të kom dëshirë me bashkëpunu me njerëz që i din çka dojnë. Njerëz që s'din çka dojnë, atëre nuk din as për jetën, jo vetëm për pjesën e shitjes. Absolutisht. Elementi kryesor për me pas sukses është me ditë më koni qartë në ato çka do në jetë. Sa i përket qartësisë, kjo ndihmon shumë vendosje objektive. Na në pjesë e programit trajnimit e kemi vendosje objektiva personale, profesionale. Do me pas çfarë veture do me pas, njëra për pyetjeve është du Mercedes, Audi, Lexus, whatever. Çfarë arsyeja pse? Për status shoqëni, për komoditet, për siguri, whatever, çka është, pe dim tash pse. E treta, çka duhet me bo për me arrit ato? O duhet me punu shumë.